Dua ta nis të video me një urim për të gjithë shqiptarët që ky vend të bëhet më i bekat, por edhe ne me njëri tjetrin të bëhemi më të mirëkuptueshëm dhe më mbështetës. Sigurisht që do të ndalem të gjitha situatat që kanë ndodhur në Big Brother, por tek gjëja më e shëmtuar që ka ndodhur pikërisht në ditën e flamurit, të një lloj agravimi dhe të një lloj sharje që Sasa i ka bërë Labit duke përdorur historinë e saj nga jashtë. Ka qenë kështu situata. Labi ka hyrë në atë shtëpi me provokime dhe duke pikasur banor që do të provokojë dhe do t'i nxjerrë nga vetja. Deri në këto ditë Sasën e kemi parë të qetë dhe të endur pas një romance fake me kushtrimi që nuk po ja varë dhe po orientohet tek Benita, por duke u ndalur tek ajo që ka thënë Sasa që është bërë hit në rrjetet sociale dhe është kuptuar nga të gjithë në të njëjtën formë, edhe pse në reagimin e familjes së Sasës tentohet që të jepet një lloj sqarimi dhe të hiqet fjala e keqe apo dhe ngarkesa që Sasa e ka bërë, por sidoqoftë ne kemi kuptuar të gjithë njësoj. Ishte Labi ai që e provokoi thjesht dhe pasur, pa ofenduar, pa e shar, pa e prekur fizikisht, pa i prekur moralin, familjen, gjithçka, por të një situate, të një debati ku po flisnin fjalë që një fjalë e thënë nga Sasa, Labi tha është serbisht e pastaj Rahoveci i Labit e kështu, por Labi i tha Sasës që andjeshti shqiptare, më pas Sasa e agravuar duke i thënë pusi, duke i thënë femër, buzët e tuaja, ti do martohesh me një mashkull, ti kështu e ofendoj nga karriera, duke i thënë llumin, duke e prekur fizikisht, duke i shkuar te shtrati, duke tentuar që të ketë një lloj agravimi dhe që doli nga vetja, dhe i tha që ti do të kapësh tek gjyshja ime që ka qenë serbe dhe që ja ka paluar 10 shqiptarëve. Sigurisht që kjo nuk është pranuar nga opinioni publik dhe ka ndënuar të gjithë Sasën që shpërtheu në këtë mënyrë, duke treguar që është një arrogante, që është një bullizuese, që është një fyse dhe që është një mendje madhe në atë lloj. Fut në shtëpi me një lloj panteli të bardhë, por sigurisht po nxjerr fytyrën e saj të keqe. Doja të ndaja me ju dhe reagimin e shkurtër që familja ka bërë, duke ndalur thjesht tek pjesa e shprehjes që ka paluar 10 shqiptar, ka qenë thënë në kuptimin se gjyshja jon ka pasur vlera sa 10 shqiptar. Ktu e ka futur familja Sasës, ktu ja kanë bërë gropën edhe një herë tjetër, duke thënë atë që Sasa, pra gjyshja e saj serbe, ka qenë më e mira, më me vlera, më e përkushtuar dhe më kontribuese në shoqërinë edhe në jetën e saj në gjakovë se sa 10 shqiptar. Ky është një ofendim, kjo është një nga deklaratat më të këqija që është bërë në ekran, jo vetëm që vjen pikërisht në ditën e 28 nëntorit të flamurit ton të pavarësisë, por është edhe një lloj deklarate shokuese që vjen nga një shqiptar e Kosovës që ka përjetuar luftën dhe që le të themi ka marrë mbështetje nga shqiptar ku ka pasur nevojë vitet e shkuara, të gjithë janë bërë me Sasën, edhe ndërkohë që ka këtë lloj mendësie për të ulur gratë, se është ulje fjala palim, nuk është që tregon një vlerë, pra ka nëntshmuar gratë që gjyshja ime ka qenë kontribuese, pra në këtë lloj provokimi kaq të thjeshtë që Labi ju bëri atyre i nxori të gjithë nga binarët, e ndërkohë që Edi thoshe që do dalim me ambulancin kërcënim dhe duke treguar se sa agresiv është në ato lojë dhe që nuk po vjen ndryshe në këtë hyrjen e tij të dytë, por duke u mbetur tek Sasa. Për mua ajo ka humbur të gjithë mbështetjen, edhe pse miqtë e saj po mundohen që ta përkrajnë, por e ka humbur të gjithë mbështetjen, suportin e publikut, jo vetëm por ofendimin e rënd që i ka bërë shqiptarëve duke barazuar një grua të ardhur nga Serbia dhe që padyshim ne nuk i zgjedhim familjet tona, por ne zgjedhim se si t'i prezantojmë ata dhe çfarë kontributi t'i japim në deklaratat që thojmë. Dhe palimi i Sasës e ka paluar atë në lojë, e ka futur dhe e ka fundosur, nuk e di nëse do të ketë fytyrë sonte në prime që të dalë vetë nga ajo lojë, se sa të rri me këtë njollën e shëmtuar që ja ka vënë vetes, duke ofenduar të gjithë shqiptarët me krahasimin e panevojshëm dhe me palimin e panevojshëm që ja bëri provokimit të thjeshtë që Labi ja bëri. Sigurisht që do të shikojmë edhe opinionet e opinionistëve apo edhe qase se si produksioni do të sjellë deklaratën e saj, që është goxha e rëndë dhe do të shikohet rëndesa e Sasës dhe do të ketë guximin për të dalë nga loja, se me një të kërkuar falje nuk kalohet. Kjo është një ofendim që do të ngelet gjatë në historinë e saj. Nga ana tjetër nuk e kishim parë Sasën kaq shumë të agravuar, siç u shpreha pas diskutimit të shkurtër që kishte me Labin tek pjesa e kuzhinës së shtëpisë së Big Brotherit, më pas i shkoi tek hapësira e tij personale, pra te krevati, duke e prekur, duke e pickuar, duke hequr organin, jo se e lëndoi, por sidoqoftë tregoi një anë të saj të agrevuar, një lloj gangsta që përdori një fjalor shumë të ulët rrugë që nuk i shkoi një gazetare si ajo që ka treguar një kalvar të gjatë që ka kaluar me
sëmundje, por nuk dua të prek në këtë pjesë, por e prisnim më ndryshe, por tregoj që me një provokim ajo nxjori anën e saj më të keqe, që është bullizuese, që është shantazhuese, që është kërcënuese, që i bëri të gjitha, që uli poshtë shqiptarë duke barazuar. Le të themi një grua të ardhur nga Serbia që nuk mund t'ja mohojmë që ka kontribuar, apo se nuk e di historinë e saj, por fjala që ka paluar 10 shqiptarë do të thotë që e barazbeshon dhe e vlerëson më shumë të dhe ul gjakun tënd, pra ul shqiptarët e tu, dhe është një temë shumë delikate, është një temë që sigurisht do të përçojë dhe do të çojë gjithmonë dhe do të hap gjithmonë diskutime, nuk e dim nëse do të ketë guximi shumë shpreh për të dalë sonte nga shtëpia Big Brother, duke mbetur tek darka e të nominuarve, ku kryesore ishte Alba me të gjithë le të themi deklaratat e banorëve të tjerë, duke treguar që ajo është e keqja lojës, pak a shumë Alba po bën të njëjtën lojë si dhe të Ferma, ende po flet për një lojë pikpyetje të dyshimit që ka që mund të jetë shtatzan, vetëm Alba mund të jetë shtatzan brenda 5 muajve 2 herë. Është e çuditshme se si vjen ende të ketë të njëjtën raporte dhe të njëjtën qasje me lojën e saj, që është sa e lodhshme, sa fëminore, por sa e të zgjatur në ato mendimet dhe në ato diskutimet që bën. Për mua është një personazh interesant për Big Brother, se prodhon këto situata, por është e lodhshme, e konsumuar, do të mbetet nëse provokimet e Labit do të shkojnë më tej, pra këto provokime kaq të thjeshta që nxjerrin luanin e këtyre banorëve në mënyrë të befasishme me shpërthime kaq shumë emocionale, do të shikojmë që ku të largohet Dolce sot, që do të ikë në Grande Fratello. Edi, i cili ka thënë që nëse del ai nga ajo shtëpi, bashkë me të do të dalë dhe Labi me ambulancë, pra flet për një rraje që mund të bëjnë atë shtëpi, pra të një dhune fizike, por edhe nga ana tjetër që i tha banorëve, shikoni se nëse unë do të agravoj, ju jeni aty për të më qetësuar se unë eskaloj, do doja të di edhe mendimin e tuaj, pasi pres një prime shumë dinamik sot dhe pres që gjërat të tregojnë dhe që të pasqyrohen si çka ndodhur, pasi edhe publiku i ka parë dhe nuk mund të manipulosh opinionin e publikut, por më kryesorja është edhe që të bëni subscribe kanalit tonë Koha Jo në YouTube.